Mirë se ardhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Drejtësia tranzicionale na ndihmon ta kuptojmë të kaluarën dhe ndikimin e saj në të ardhmen. Kosova ka hartuar strategjinë kombëtare për drejtësi tranzicionale për të vendosur themelet e të vërtetës e drejtësisë. Por çka përfshin kjo strategji, cilat janë shtyllat kryesore të kësaj strategjie, cila është roli i shtetit dhe institucioneve që duhet ta zbatojnë këtë strategji dhe si shihet kjo nga organizatat e shoqërisë civile. Për të diskutuar për këtë temë kam ftuar zotri Bakis Fircën dhe Mehmet Musaj. Zotri Bakis Firca është udhëheqësi i divizionit për drejtësi tranzicionale në Ministrinë e Drejtësisë dhe zoti Mehmet Musaj, koordinatori i përgjithshëm nga organizata KRCT. Mirë se erdhët. Më vjen mirë që jemi së bashku. Duhet ta përmendë që ky epizod realizohet në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Pro-Peace. Strategjia nacionale për drejtësi tranzicionale. Zoti Sfirca, si udhëheqës i divizionit për drejtësi tranzicionale, natyrisht po e nisi me juve për këtë strategji. Jo shumë njerëz në Kosovë dhe gjeneratat e reja dhe të gjithë kanë informacione për drejtësinë tranzicionale, për strategjinë, për publikun e gjerë që do ta shpjegojmë. Çka është drejtësia tranzicionale dhe çka i bjen strategjia kombëtare për drejtësi tranzicionale? Faleminderit shumë për ftesën. Më vjen mirë që jam këtu dhe vjen mirë që mediat kanë filluar me humor me çështjen me prezantu strategjinë, me prezantu procesin, sepse strategjia është vetëm pjesë e politika publike që e merr në administrim një proces tonë, që është proces shoqëror. Edhe mbi çet bazë jam jashtëzakonisht mirë ndihem që po fillojmë kadal edhe mediat marrin rolin e vet në raport me promovimin e një procesi që është shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë. Tek pyetja juaj se çka është drejtësia tranzicionale, ndryshe njihet si ballafaqim me të kaluamën, ka të bëjë me rolin e domethënë institucioneve për me marrë në administrim të kaluamën, edhe ato me plasu tek gjeneratat e reja, sidomos tek gjeneratat të cilat nuk e kanë përjetuar proceset e të kaluamës. Është proces shumë i ri, edhe në shoqëritë më të zhvilluara është proces i ri, për shembull në vendet më të zhvilluara ende janë duke u ballafaquar me të kaluamën, me pasojat e të kaluamës, sepse çdo e kaluame, qoftë ajo e dhunshme, qoftë ajo më pak e dhunshme, krijon pasoja tek shoqëritë në të tashmen në të ardhmen. Kështu që edhe Kosova, duke qenë se ka pas të kaluam trazume, padesh me një detaje për arsyena të kohës, megjithatë institucionet tona, sidomos mas shpalljes së pavarësisë, do duaj dhe ka obligim që të merr në administrim të kaluamën, duke prezantuar ato përmes krijimit të narracionit, përmes krijimit të vërtetave dhe përmes krijimit të dhënave të vërtetuara, të cilat shteti pastaj përmes institucioneve të veta i shpërndan dhe e krijon domethënë opinionin për pasojat e të kaluamës. Në rastin ton e kalumja dihet që ka qenë jo vetëm që ka qenë e dhunshme, nuk është çështje vetëm lufta e fundit, sepse lufta e fundit është vetëm pasojë e një procesi ton të ngjarjeve që kanë ndodhur. Në raport me të drejtën ndërkombëtare, drejtësia tranzicionale ka filluar që të zbatohet ose të formsohet dikon në fillim të viteve të 90-ta, me rastin e shkatërimit të ish-bashkimit sovjetik dhe të Jugosllavisë. Deri në vitet e 90-ta nuk ka pas një strukturë të organizuar ndërkombëtare, ndërsa në fakt bazat janë tek problemet që ka pas në dy bloqet në vitet 70-80, pastaj ka filluar të zbatohet mos me një detaje në Amerikën Latine. Sido që të jetë, në vitet 90-ta janë kriju OKB-ja ka filluar të formsoj ballafaqimin me kaluamën dhe drejtësi tranzicionale mbi bazën e disa raporteve. Janë disa raporti i parë në vitin 91, janë kriju 4 parimet kryesore të drejtësisë tranzicionale, të cilat na i kemi sublimuar në strategji përmes 4 objektiva strategjike. Ose 4 shtyllat. 4 shtyllat njohen se 4 parime, ndërsa ne i kemi sublimuar në 4 objektiva specifike, strategjike në fakt.
janë parimi e drejta për ditë ose për të njoftuar ato që kanë ndodhur kalumën, parimi i dytë është qasja në drejtësi ose garantimi i qasjes në drejtësi, parimi i tretë ka të bëjë me çështjen e kthimit të dinjitetit përmes reparacioneve ose kompenzimit që ndodhet në dy shtylla që është kompenzimi material dhe jo material, dhe parimi i katërt është parimi i ndërmarrjes së masave reformuese për mos më përsërit ajo që ka ndodhur kalumën. Në këto janë katër parimet bazë. Katër shtyllat bazë. Mbi çdo katër shtyllat bazë ne kemi ndërtuar edhe objektiva strategjik në strategji. Strategjia si dokumenti politika publike, përveç që është dokument strategjik, sipas kornizës tonë juridike që kemi, ne e konsiderojmë si platformë në cilën integrohen gjithë ajo që është bën Kosovë në raport me drejtësinë internacionale nga viti 99 e tutje. Ajo që duhet me thonë është që Kosova, nëse më lejon me absolutisht, Kosova është shumë e rëndësishme kjo pjesa e parë e shpjegimit për ajo që e them të drejtë, pra edhe për gjeneratat e reja, sepse ky podcast e ka edhe këtë qëllim, informimin për ata që nuk e kuptojnë rëndësinë e, po kam qejf mi thon, ballafaqimit me të kaluarën se si fjalë është më lehtë e kuptueshme për gjithë ne. Edhe dua ta sqaroj një herë për gjithmonë që ballafaqimi me të kaluarën nuk ka të bëjë me raportet ndërshtetërore, atë sa ka të bëjë me reformimin shoqëror. Do të thonë është baza, është reformimi shoqëror, emancipimi shoqëror nëse më quajt me këtë term, dhe krijimin e një shoqënie e cila të kaluarën e merr dhe e transformon në shoqëni në zhvillim demokratik dhe kohezion social për të ardhmen. Në Kosovë duhet me pas parasysh në Kosovë veprimet e para për ballafaqim me të kaluarën kanë filluar qysh në 99 me vendosjen e misionit të OKB-s në UNMIK. Dhe kemi një akt normativ që kam qef shumë e përmend për arsye sepse ne në disa raste keq kuptohemi dhe ka keq kuptime në raporte publike kur flitet për drejtësi internacionale, sepse me njëherë aludohet në ato pse Serbia të mos merrem se të merrem ne etj. Megjithatë, ne kemi pas një akt normativ të UNMIK-ut të nxjerrë në vitin 99, është një rregullore, nëse s'gaboj ka qenë rregullora 99 thy për 20 nëse s'gaboj kështu diçka me emër, e cila ka determinuar bazën juridike me cilën do të administrohet Kosova deri në krijimin e legjislacionit në Kosovë. Dhe ajo bazë juridike ka qenë e tillë për mendimin tim dhe për shumë ata që merren me këtë fushë ka qenë e tillë e cila drejt për drejt është marrë me të kaluarën, sepse mbi bazën e asaj është marrë vendim që Kosova të administrohet me legjislacionin e vitit të vitit 1974 dhe legjislacionin tjetër pasoj me kushtin që të mos jetë diskriminues. Që do të thotë, do të thonë, legjislacioni që ka qenë diskriminues, që ka cenu drejtat njerëzit, që ka cenu raportin në shoqërore me shoqënisë, nuk ka qenë e zbatueshme në Kosovë. Dhe këtu po marrim një shembull konkret. Ne kemi pas një ligj të miratuar në vitet 90, e cila ka ndaluar për supozojmë shitblerjen në mes komuniteteve në Kosovë. Që ka qenë shkelje drejt për drejt. Dhe ai ka qenë e adresuar me drejt për drejt që shqiptarët nuk kanë të drejtë blejnë nga komuniteti serb edhe malazes të asaj periudhe. Dhe kështu që kjo është domethënë veprimi i parë për mendimin tim juridik, që është marrë e cila ka qenë domethënë veprim. Kështu që bazuar në këto veprime që janë marrë, pastaj është legjislacioni që është marrë për njohjen e statusit të kategorive të luftës, pastaj për çështjet që kanë bëjë me pagjetën. Dhe kemi orë te strategjia nacionale. Tani, ne deri në vitin 2019 na nuk kemi pas dokument strategjik. Ne kemi pas veprime fragmentare. E qartë. Dhe ato veprime fragmentare nuk kanë qenë të sistemuar, të etabluar në një platformë e cila integron gjitha ato. Dhe tani në vitin 2019 ne kemi propozuar që Kosova kemi të mbajshëm që Kosova është shumë mbrapa në krahasim me strukturimin e këtyre veprimeve që janë marrë të fragmentuara. Për shembull, ne nuk kemi pas dhëna që shteti ka validu, institucionat i kanë validu në raport me të kaluarën. Qoftë dhëna empirike në raport me vrasjet, me plagosjet, me dëmet ekonomike etj. Kështu që ideja ka qenë që të krijohet një platformë e tipit të strategjisë, që integron ato që është bë deri në vitin 2019 dhe pastaj këto ti integron një platformë e cila krijon një rrugë në kuptimin e arritjes së kohezionit. Dhe ka ardhur strategjia për me përfundu për drejtësi tranzicionale 2024 dhe për 4 vite, domethënë 3 vite gjys 4 ne kemi diskutuar, kemi bërë konsultime publike sepse strategjia nuk mund bëhet nga institucionet, por duhet të shkojë nga poshtë lart, kështu që kemi konsultuar me OJQ, me grupe ndryshme shoqërore etj.
Dhe kemi ardhur deri në përfundim me qershor të vitit 2024 është miratuar nga qeveria strategjia për drejtësi tranzicionale të Kosovës. Për cilën do doja pastaj ta zbërthejmë të kjo pjesë, falenderoj shumë për pjesën e parë për qartësimin e asaj çka është drejtësia tranzicionale apo ballafaqimi me të kaluar, procesin të cilin e shpjegove qysh kemi ardhur edhe nga pas lufta para krimit të institucioneve edhe të Republikës Kosovës dhe me pastaj të strategjia nacionale. Mehmet Kërcëtoja është një organizatë që mirët shumë me çështjen e viktimave gjatë luftës, me ballafaqimin me të kaluarën. Roli i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë në këto tema ka qenë jashtëzakonisht i madh, edhe duhet me potencu. Është edhe i rëndësishëm gjithashtu. Çush e keni po këtë strategji nacionale për drejtësinë tranzicionale dhe rolin e OJQ-ve që përmendi edhe zoti Bake. Fillimisht falenderoj shumë për ftesën. Qysh në hyrje kisha dashur me potencu që në këtë proces ballafaqimit me të kaluamën, edhe një herë po duam të ritheksu që roli i mediave është jashtëzakonisht i madh. Edhe është shumë e rëndësishme mënyra se si raportojnë, gjuha që përdoret në raportim e tjerë. Do thotë këta këto së bashku ndikojnë që tek e fundit qytetarët me e kuptu më mirë dhe më drejt proceset e ballafaqimit me të kaluamën ose të drejtësisë tranzicionale. Qendra Kosovare për Rehabilitim të Mbijetuarve të Torturës, në fakt qysh në ditët e para të themelimit në vjesht vitit 99 është marrë me drejtësi tranzicionale, mirë po në atë kohë nuk kanë qenë të njohura ose të përhapura në shoqëri koncepte të tilla. Për shembull, vetëm ta marrim njëra nga shtyllat e drejtësisë tranzicionale, e drejta për rehabilitim. Se reparacioni është edhe rehabilitim, qasja, ofrimi i shërbimit psikologjik edhe psikosocial që i ofron viktimave. Do të thotë qysh në atë kohë na jemi marrë me drejtësi tranzicionale, mirë po nuk kanë qenë prezent në atë kohë konceptet me cilat ne operojmë sot në komunikimin e përditshëm. Për të vazhduar pastaj me mbështetjen ligjore të viktimave, me qasjen drejtësi, të cilat besoj që gjatë pjesës në vazhdim do të mund t'i elaboroj pak më shumë në detale. Gjithashtu dua ta theksoj që tendencat për me pas një strategji tranzicionale në Kosovë kanë fillu shumë mëti, edhe Bakiu e din shumë mirë se ka qenë pjesë e proceseve që në fillim, edhe qendra jonë ka qenë pjesë e proceseve në fillim, që në vitin 2010 ose 2011, e kemi iniciativën e parë për me pas një strategji, ka qenë grupi ndërministror për ballafaqim me të kaluamën, që kanë qenë institucionet e Kosovës, ministritë të ndryshme, dikasteret të ndryshme, plus shoqëria civile. Mirë po që fatkeqësisht ne nuk kemi arrit, ai mekanizëm nuk ka arrit me prodhu një drejtësi tranzicionale. Pas kësaj, në fund 2017, fillim 2018, e kemi iniciativën tjetër për Komisioni Presidencial për të vërtetën dhe pajtim, i cili në fakt ka pas disa përpjekje edhe andaj. Ka pas disa përpjekje, po që ajo në mendimin ton nuk ka qenë zavendësim i strategjisë për drejtësi tranzicionale, po ka mujtë me qenë vetëm një pjesë që i kontribon vetëm një shtyllë të drejtësisë tranzicionale. Dhe së fundmi e kem këtë përpjekje në fundit në vitin që filloi në vitin 2021 dhe shumë shpejt u konkretizua me një strategji nacionale për drejtësi tranzicionale. Dua ta theksoj se mos e rëndësishme ndoshta me përmend që Kosova është i vetmi vend në rajon që mirret kaq shumë që ka një strategji. Këto duhet me potencuar edhe potencoj edhe unë që mirë shumë, ka shumë, këtë diskutim është pjesë e qësoj që ne po diskutojmë. Edhe te pjesa e medjave, pajtona jashtëzakonisht shumë, mediat kanë detyrë, përgjegjësi, obligim në informim, jo shumë këto tema shpesh herë për shkak të shumë zhvillimeve që ndodhen në Kosovë janë në top prioritete, po besoj diskutime të tilla i ndihmojnë asaj që e përmendëm të drejtë. Po, dhe është shumë mirë që ma në fund ne kemi një strategji për ballafaqim me të kaluamën, një strategji për drejtësi tranzicionale, sepse viktimat nëse asgjë tjetër nuk meritojnë, e meritojnë drejtësinë, qofshin ato viktima civile, sidomos viktimat civile e tjerë kështu me radhë, pa dallim feje, përkatësie etnike kështu, që në fakt kjo ka qenë edhe një nga pikat kryesore, një nga kritikat që ka marrë strategjia, jo vetëm për një pjesë të mirë, po menet të shoqërisë civile, mirë po edhe prej takterëve tjerë që kanë qenë të përfshinë qoftë në formë donatorëve apo të mbështetësve të ndryshëm, e kam fjalën do thotë për institucionet të ndryshme, ndërkombëtare, pa i përmend tash kështu me emër të veçantë që janë në Kosovë. Strategjia e përmend shumë mirë në hyrjen e saj, shumë e ka qasjen gjithëpërfshirëse, mirë po që në mendimin ton kjo qasje pastaj nuk
nuk karakterizohet në tekstin e matejmë të dokumentit strategjik. Qysh e thallë Bakiu, pajtona plotësisht se në fundit strategjia është për qytetarët edhe është pavarësisht që duhet ta ketë formën institucionale, si janë mekanizmat institucionale ata që mendohet ose pritet me vënë strategjinë në vend edhe drejtësinë në vend, mirë po mbi të gjitha është një proces shoqëror, është një proces i bërë nga qytetarët dhe për qytetarët duhet tu shërbej. Faleminderit shumë për pjesën hyrëse, për rëndësinë e strategjisë kombëtare për drejtësi tranzicionale, për shpjegimin, për historinë. Ajo që pastaj është pjesë e diskutueshme i zakonisht në Kosovë shpeshherë është me zbatimin e ligjeve, strategjive të ndryshme, të cilat pastaj janë problemi kryesor. Po e nisim me juve zoti Bake te zbatimi. Kosgjatja, vitet e përfshirjes që ka të bëjë me strategjinë edhe me vitet kur në strategji parashihet që të bëhet ballafaqimi me të kalonën, por edhe kur përfundon, sepse është një periudhë sipas strategjisë edhe sipas diskutimeve që kanë ndodhur në Kosovë gjatë këtyre viteve, edhe kur ka përfunduar ajo që njihet si luftë dhe ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, por edhe te strategjia dhe vitet të cilat ju I keni para po. Pra, te zbatimi, si vlerësoni që ka shku ky vit I parë I kësaj strategjie dhe cilat kanë qenë ato, le të themi, sfidat, pengesat apo edhe çfarë mund të mësojmë nga viti I parë për të shku tutje në vazhdimsi? Para se të më përgjigj drejt për drejt në pyetjen e juaj, do doja të bëj vetëm 2 sqarime të vogla. E para, dokumentet e tilla strategjike janë pjesë e strukturave juridike ose kornizës ligjore që e ka Republika e Kosovës në raport me hartimin e dokumenteve strategjike. Bazën e saj është ndërtuar dokumente strategjik. Dokument strategjik. Po, aty vendosen pastaj vendosen kriteret juridike dhe administrative në raport me hartimin e këtij lloj dokumenti. Në këtë kontekst, strategjia, sikurse dokumente tjera strategjike, kanë një afat kohor të përcaktimit, pas kanë edhe një plan veprimi, që quhet plani veprimit për zbatimin e strategjisë. Te pjesa e strategjisë në kuptimin e përgjithshëm, strategjia është 10 vjeçare, është 2024-2034, ndërsa plani veprimit është 3 vjeçar, sepse kjo është baza juridike mbi cilën ndërtohen strategjitë. Te ky plani veprimit, ky rishqyrtohet çdo 3 vjet. Do të thonë çdo 3 vjet brenda këtij 10 vjeçari. Brenda këtij 10 vjeçari. Po dhe strategjia si e tillë ka mundësi të rishqyrtohet për arsye sepse mund të lindin nevoja të reja dhe çështje tjera që do duhej ose nuk janë përfshirë ose do duhet të përfshihen në strategji. Në raport me ato që thatë jo që nëse e kuptova drejt ka të bëjë me koshtrirjen e përfshirjes së të kaluar në strategji, do doja të theksoja 2 çështje. E para, për të arritur një konsenzus për të kaluarën, se sa thellë të kaluarën duhet të shkojnë të dokumentet e tilla ose proceset e tilla, është absolutisht e pamundur të arrihet një konsensus I përgjithshëm të dhe brenda komunitetit ton shumicë, jo vetëm në kontekstin ballkanik ose në kontekstin e shtetit ton. Kështu që vendet në modelet e tilla, të dokumenteve të tilla, zakonisht marrin një veprim juridik, politik, ushtarak ose administrativ mbi e cila kanë ndrruar një gjendje dhe si pasojë ndryshimit e morën për bazë ato. E marrin për bazë dhe si pasojë ndryshimit të asaj gjendje janë shkaktuar viktima. Në rastin ton, me pas shumë diskutimeve, debateve e tjera, unë do doja pastaj në ndërkohë flas edhe për procesin e konsultimeve publike, është shumë I rëndësishëm për me pa se si ka derivuar strategjia dhe marr ndoshta edhe më dhon përgjigjen e disa nga vrejtjet, mos më thon se brengat që kanë lind në raport me përmbajtjen e strategjisë. Në rastin tonë na kemi diskutuar dhe ka pas propozime të jashtëzakonshme, të ndryshme. Për shembull ka pas propozime pse mos nismi nga ju në fillim para se të fillojë emisioni më përmendën mbi emrin tim dhe thatë origjinën time e tjetër një procesi, pse mos lindën. Po, domethënë prej kur nis dhe kur përfundon ose çka është ajo. Kështu që ne kemi ardhur në një përfundim, I cili ka qenë përfundim konsensual. Okej. Dhe ne kemi marrë për bazë vitin 1989, më saktësisht momentumin 89-ën, kjo është piknisja dhe kemi ardhur deri vitin 2000. Pse është marrë vitin 1989? Është marrë vitin 1989 sepse në vitin 1989 ne kemi ndryshimin e një procesi ton, edhe si rezultati I atij ndryshimi përveç veprimeve juridike, politike, ushtarake etj. Ka ndrruar një sistem, një strukturë shoqërore, një sistem shoqëror, si pasojë se cilët janë shkaktuar viktima të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që strategjia
dhe vetë procesi drejtësisë nacionale të mos trajtoj në kontekstin e politikave tona publike edhe raportet që kemi pas në të kaluamën. Në para vitin 1989. Mi po si koncept i një dokumenti në bazë të asaj rregullative juridike që kemi fuqi, jemi nisur te vitin 89. Tek çështja e zbatimit. Duhet me pas parasysh ky plan i veprimit që po flasim na. Ka dikun në planin e veprimit janë sepse përveç që thash parimet ose objektiva strategjike, ne kemi edhe parim objektivat specifike. Për të arritur deri te objektiva strategjike, përmes objektivave specifike ne kemi planifikuar me procesin e konsultimeve që duhet të ndërmarrim 114 aktivitete. Kur po them me procesin e konsultimeve, jemi të fol për procesin e konsultimeve pas aprovimit të strategjisë. Sepse para se të miratohet një dokument i tillë strategjik, ne kemi obligim të kalojmë nëpërmes procesit e konsultimeve publike. E që në rastin tonë, në kontekstin e këtij dokumenti, na e kemi zgjeruar shumë procesin e konsultimeve publike, duhet me falendru këto kemi pas përkrahje të jashtëzakonshme nga shoqëria civile. Me përmend kështu pa hezitim që organizata Integra ka qenë totalisht mbështetëse përmes projekteve tyre në konsultime publike dhe ne kemi pas 3 ose 4 drejtime të konsultimeve publike. E para ka qenë konsultime me grupet interesit, ku i kemi realizuar tikon 30 takime, në cilën ka marrë pjesë afër 600 persona kanë marrë pjesë në këto. Jemi të folë nivel Kosovë. Nivel Kosovë po flas. Pastaj në këto konsultime publike jemi pas 22 me komunitetin, me grupet shoqërore të komunitetit shumicë dhe me 8 me komunitetin pakicë. Dhe ka gjithë përfshirje, domethënë ka pas edhe interes të gjitha komuniteteve për përfshirje. Absolutisht. Dhe sepse çështja është se ne kemi arrit që të krijojmë nisje si standardet e konsultimeve publike në raport me hartimin e strategjisë, ku pjesëmarrja ka qenë e lirë. E në anën tjetër diskutimet ka qenë të lira dhe është marrë vetëm ajo që ata kanë deshur, e kemi bë publike vetëm ato që pjesëmarrësit kanë deshur me bë publike, sepse temat e diskutimit dhe kërkesat e tyre ka pas momente ku ka qenë shumë sensitive, sepse duhet me harru faktin që kemi pas grupe të viktimave të cilat nuk kanë deshur të publikojnë çështjet ose edhe që duhet t'i kuptojmë absolutisht. Për shembull, te komuniteti pakis, për shembull për shkak të presionit të madh që ka ndisë domos komuniteti serb, na i kemi dhënë, kemi incizimet e takimeve, por ata kanë kërkuar që emrat e tyre të mos dalin publik për shkak të presionit, që më vonë veç është vërtetuar çfarë presionit të madh janë në raport me pjesëmarrjen e tyre në ndërtimin në shtetëndërtimin e Kosovës. Në anën tjetër, drejtimi i dytë i konsultimeve publike ka qenë me personalitete të ndryshme tet-a-tet. Domthon veç e veç. Domthon veçanta. Veçanta. Domthon ka pas takime me personalitetet të profesorat të universitetit, ka pas me aktorë të shoqërisë civile, aktorë të drejtave të njerëzit, ku jemi takuar veç e veç, kemi diskutuar çështjet dhe kjo ka qenë pjesë e procesit të konsultimeve publike. Orientimi i tretë ka qenë përmes platformës online, që është platformë zyrtare e qeverisë Republikës, ku ne kemi vendos draftin e konsultimit e fundit ose të parafundit më mirë me draftin final nëse mund. Edhe ka pas mundësi secilit që të interferon dhe të jap rekomandimet e tij ose të organizatës ose kushdo që tjetër. Dhe në anën tjetër kemi edhe një orientim të konsultimeve publike ku kemi diskutuar ju kemi dërguar institucioneve veç e veç dhe mekanizma ndryshëm për me komentu në draftin e strategjisë. Tash, a kemi arrit ne në 100% në asaj që ne kemi synuar, nuk duhet me thonë që kemi arrit, mirë po mendoj që në rrethonat tona, siç e tha edhe Meti që edhe në kontekstin ballkanik, është dokumenti vetëm strategjik që ka një shtet. Ky është lajm i mirë tash, dorën zamor është lajm i mirë se fakti që e kemi një strategji, kjo tregon seriozitetet në punë. Absolutisht. Po ka edhe një çështje tjetër që nëse më lejon që ka të bëjë me konsultime publike. Edhe përkundër faktit që në strategjia është miratuar me 13 qershor të vitit 2024. Ne kemi vazhduar me konsultime dhe kemi organizuar sesione informuese për akte ndryshme institucional mbi përmbajtjen e strategjisë, sepse është e paimagjinueshme, edhe këto e tham me bindje të plot, që në kësaj lloj politika publike, në kësaj lloj proceseve, nuk duhet të ketë ne dhe ju si barrikadim, qoftë nga shoqëria civile, është shumë e rëndësishme shoqëria civile dhe qytetarit që jetë pjesëmarrës në zbatimin e kësaj, po ajo që është po ashtu e rëndësishme me thonë është fakti që kjo është një çështje tepër e re, është tepër me përgjegjësi, jo vetëm për institucionet, por edhe për shoqërinë përgjegjësi, dhe në anën tjetër zbatimi i saj kërkon konsensus vazhdimisht. E këtu është ajo që e nison edhe te pyetja, domethënë se zakonisht shpeshherë në Kosovë, në përgjithësi, ne kemi ligje të mira të miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, kemi strategji të mira, por
pastaj qalimi ndodh në zbatim të strategjive, të ligjive ku ta dione. Zoti Musaj, edhe roli i përfshirjes së organizatave të shoqërisë civile. Po edhe ajo që unë e pyeta zotin Bake te vitet e përfshirjes, pra tha me 1989 në vitin 2000. Tash nëse marrim edhe krahasojmë këtë vitin e parë të ecjes së kësaj strategjie dhe planet dhe idetë që janë të ndara në specifikisht në strategji, çush e keni pa ju që po shkon dhe çfarë mund të pritet në vitet e ardhshme dhe të ketë një, le të themi, bashkëpunim më të madh, një gjithë përfshirje pak më të madhe, diskutime të tilla ku njerëzit informohen që ekziston, jo ata që e dinë që ekziston strategjia, po njerëz pjesa tjetër e qytetarëve të Republikës që nuk ka fare informata dhe haber se çka është kjo. Po, përpara se me dalë te kjo pjesa praktike, po mbetem edhe pak te kjo pjesa teorike, sepse e shtrut edhe çështjen e kushtrirjes, që e mbulon strategjia për drejtësi tranzicionale. Është e rëndësishme me theksu që sipas parimit kryesor drejtësisë tranzicionale është që drejtësia tranzicionale e ka një kontekst. Nuk mundesh drejtësinë tranzicionale ose ballafaqimin me të kaluamën çat periudhë që po don me e trajtu, me shkput prej kontekstit edhe me e trajtu veçmas. Për këtë punë është viti 1989 edhe vazhdon tani 2000. Pse? Se është një diçka që unë a them shpesh edhe studentëve ndërkombëtar, ne kemi shumë studentë ndërkombëtar që vinë vizita ose na ftojnë ligjërata. Edhe pyetja e parë është lufta 98-99, lufta 98, pasojat e luftës, kjo e luftës. Argumentimi im i parë është që në vetvete lufta në Kosovë është pasojë. Nuk është shkak. Është diçka që ka ndodhur më herët. Nuk është shkak. Lufta nuk është që edhe raportet absolutisht. Po, domethënë edhe këto marrëdhënie që duhet quaj ndëretnike, ndërshtetërore që i kemi ne sot, nuk janë këtu ekskluzivisht rezultati i luftës, po janë pasojë, sikur vetë lufta që është, e një shtypje sistematike. Ka si rezultati i asaj që ka ndodhur diçka. Do thotë kjo është ideja, edhe kjo është ideja e drejtësisë tranzicionale, që ti më pru paraprakisht edhe kontekstin. Që është një periudhë 10 vjeçare e shkeljes masive dhe sistematike të barabarta me apartheid, të drejtave dhe lirive të njerëzit, do të thotë shkojë tutje kur të shkelet e drejta për mu eduku, e drejta për punë, e drejta civile, politike, do të thotë ti nuk je për përfaqësim me kështu me radhë. Do të thotë kjo është e para pse duhet me pas këtë kontekst, edhe kontekstin pas sepse zyrtarisht ne morrim datën 20 qershor, se është mendjesisht saktuar që përfundon. Po. Do thotë mirë po edhe ajo e ka një kontekst tjetër. Do thotë edhe ajo periudhë, edhe lufta e ka edhe pas kontekstin, e ka para kontekstin, lufta edhe pas kontekstin. Ky është parim drejtësinë tranzicionale dhe ballafaqim me të kaluamën, që nëse don me trajtu mirë drejt, mund është. Pastaj ne mund të shkojmë edhe qysh në mesjet për me i trajtu pa barazit ose pa drejtësit që janë bën këtë pjesë kash në raport me qytetarët tonë kështu me radhë. Mirë po, kjo është pasojë në menoj që pikërisht për shkak se drejtësia tranzicionale nuk është vendosur në vend asnjëherë. Edhe do të thotë çdo 3-40 vjet e kanë zonë një gjenerat që ju kanë shkel masivisht drejtat e njerëzit. Unë bile edhe një rast, një takim që e kom pas më herët, ti e ki në tazom në Gjermani, në vendet ndryshme të Evropës, folin për gjeneratat e dyta, treta të viktimave. Unë kështu në shakaj u thamë që në Kosovë është problem me gjithë gjenerat e dyta, tretë, se çdo kush është gjenerat e parë. Për shkak të shpeshtisë të konflikteve apo të luftrave që kanë ndodhur në Kosovë. Po du me potencu gjithashtu se e kem është një zhvillim jo interesant, po kështu si paradoksal deri dikun, se na njëherë kem themelu me ligj, që kem kërku institutin për dokumentimin e krimeve të luftës, edhe pastaj strategjinë. Do thotë në fakt i bie që por kjo nuk prish shumë punë në kuptimin që unë thash, shoqënia jonë ka punu prej mas luftës në drejtësi tranzicionale pa i vendosur emër. Edhe fragmentare të ndara, shoqëria civile, parcialisht institucionet e kështu me radhë. Një sharrin vogël. Kjo është edhe ideja pse strategjia që është në hyrje, thotë që integron nismat dhe veprimet, aktivitetet në raport me drejtësinë tranzicionale. Domethënë nuk është përjashtues edhe ndaj asaj që është bërë deri tash për me trajtu të drejtat dhe rehabilitimin e viktimave në shoqërinë tonë.
këtë rast, më thonë, të gjetja e vërtetës e tjere. Njeh edhe iniciativat e OJQ-ve. Do të thonë nuk është absolutisht përjashtues, bile përkundrazi në referencat tona në dokument, ju kemi qasë edhe referenca, bile ka shumë referenca të organizatave qeveritare, që vendore, që ndërkombëtare në raport me ato që është bën në Kosovë për drejtësitë nacionale. Edhe isha duke ndërlidh këta me rolin e shoqërisë civile edhe në hartim të dokumentave. Do të thotë dhe ky time frame-i ka qenë fillimisht në projekt ligjin I vendosur, tashmë ligj është për themelimin e Institutit për Dokumentimin e Krimeve të Luftës. Edhe aty, do të thotë prej shoqërisë civile, fatkeqësisht vetëm qendra jon ka qenë prezente. Po do të thonë që roli I shoqërisë civile është edhe një thirrje për shoqërinë civile që duhet të jetë edhe aty ku nuk ka projekte. Sepse ne kemi marrë pjesë në përgjithë këto grupet punuese pa pas projekt. Ndërsa në strategji kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë kontribut, mirë po e kanë pas pjesë projektit implementues. Nuk është që kanë shumë me dhonë. Po e përmendni, po du me ritheksu, është fatkeqësi që grupin punues për Institutin për Dokumentimin për themelimin e Institutit për Dokumentimin e Krimeve të Luftës, vetëm qendra jon ka qenë pjesëmarrëse. Edhe tani aty është vendos, edhe ne kemi propozuar që mu dokumentu edhe krimet në kontekst luftës. Pra krimet që kanë ndodhur para 98-s edhe krimet që kanë ndodhur pas 20 qershorit, mirë po që e kanë një kontekst, që kanë ndodhur në kontekst luftës, ato kanë ujtë krimet çfarë dosh me ndodh. Kjo mendoj që është edhe për ne e mirë, edhe si shoqëri, edhe si shtet, sepse themi e rregullon, e dokumenton në mënyrë drejt se si kanë ndodhur ato krime, sesa historikisht me bart drejtën me bart përgjegjësinë mbi krimet që kanë mujt me qenë sporadike, ku ta di unë kështu me radhë që kanë. E kur jemi te kjo me të drejtë përmendi këto, tash te zbatimi që ajo që po më intereson, sepse thash ka shku viti parë, kemi vitet që na presin, gjithë përfshirja, diskutimet, zbatimi, I përmendi Bakiu me të drejtë parimet, shtyllat e strategjisë, të cilat janë shumë të rëndësishme, pra në strategji të cilat duhet mos mesin vetëm dokument. Nuk është ideja te kritika, po kritika konstruktive shpesher na ndihmon për me mujt me shku tutje me ecë procese. Tash tek zbatimi, ajo që po du me thonë qysh në kryet herës, është shumë e rëndësishëm bashkëpunimi me shoqërinë civile, sepse shoqëria civile, qysh e thash në fillim, që nga përfundimi I luftës, punon në një formë ose në tjetër mbi drejtësinë tranzicionale, me ballafaqim me të kaluamën e kështu me radhë. Ka edhe përvojë, ka edhe ekspertizë, ka edhe kapacitete, ka mundësi edhe ka edhe organizata që merren specifikisht me këto, ka njerëz profesionalizum, ka mundësi që edhe institucioneve të caktuara mi ia ngrit kapacitetin. Qysh ne veç bëjmë, për shembull, s'po I tham anglisht trauma informed approach, qasja e mirë informuar mbi traumën. Është ne me vite me radhë që trajnojmë gjyqtar dhe prokuror që merren me temat e luftës. Absolutisht është proces për gjyqtar, prokuror, gazetar, media, shoqëria civile, institucionet, arsimtarët, shkollat, është fushë gjanë kështu nëse. Shumë fushë gjanë, edhe shumë e rëndësishëm për viktimat. Sepse është edhe një parim tjetër që e ka strategjia që thotë viktimat në qendër. Tashti nuk mundesh me I vendos viktimat në qendër vetëm nëse I pyet çka më bën, që ne e bëjmë atë vazhdimisht, mirë po që vendos viktimën në qendër. Tu I vendos interesin e viktimës në qendër. Cili është interesi I viktimës në rastet për shembull ta zon çësia në drejtësi që ne. Interesi I viktimës është që prokuror, gjyqtar, policia hetuese për krimet luftës e kështu me radhë t'jenë të mirë informuar mbi qasjen, mbi traumën që duhet të aplikojnë në rastet kur bashkëbisedojnë me viktimat, në këtë rast me target grupin tonë kryesor që janë viktimat e dhunës seksuale të luftës, sepse mund të ritraumatizojnë, mund ta kthejnë traumën, prap mund ta mos nxjerrin atë. Pra mund të ketë efekt negativ për asoj që është menduar të ketë tash ne pozitiv. Për këtë punë ne kemi ndërtuar edhe protokolle mbi hulumtimin, identifikimin, intervistimin e kështu me radhë të viktimave dhunës seksuale. Do thotë ti ndihmon shtetit edhe pa pas hiç strategji, sepse dokumenti që po foli është I vitit 2018, është I vitit 2017. Trajnimet kanë filluar shumë më herët. Ndryshimet e ligjit. Ta zon për shembull ligji për viktimat civile të luftës, ne kemi avokuar prej 2012-s, 2011-s vazhdimisht. Kur e kemi bërë takimin e parë kur institucionet takohen me viktimat në vitin 2011, pastaj e kemi iniciuar ndryshimin e ligjit në 2012, nëse proceduralisht inicohet ndryshe, mirë po ti ke avoku tek
parlamentarët e komisionet e ndryshme e kështu me radhë. Edhe në 2014 ne e kem ndryshimin e ligjit ku për herë të parë viktimat e dhunës seksuale bëhen pjesë e ligjit. Kupton, domthon s'ke pas as strategjia sa gjë në atë kohë, mirë po vazhdimisht çdo ditë njerëz kanë punu. Kanë punu në fushën e drejtësisë tranzicionale. Edhe tani nuk është që e përmendëm më herët vetëm me pas ligjin ose me pas dokumentin strategjik, po çysh me implementu. Po, dini ju që neve për shembull për ligjin fjalë na u këndosht 4 vjet avokim për me fillu me implementu. A ligji e parashikhe që pas 6 muajve do të formohet komisioni qeveritar për njojën e statusit viktimave kështu me radhë. 4 vjet është dasht. Punë tek 2018. Për strategjinë në fjalë. Për strategji në fjalë janë 1 vjet e pak që strategjia ka filluar së zbatuari. Deri më tani ne jemi kontaktuar ose kemi pas do të thotë bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik që ka filluar një proces për identifikimin e shërbimeve psikosociale në raport me viktimat e luftës që ipen në Kosovë, edhe kush janë OJC-t edhe çfarë ofrojnë. Pastaj edhe kemi një bashkëpunim që sapo e kemi filluar edhe me Ministrinë e Arsimit mbi hartimin e kurrikulave, respektivisht do të jemi pjesë këshilluese e një grupi me hartimin e kurrikulave që kanë të bëjnë me drejtësinë tranzicionale. Pastaj drejtësia tranzicionale që për mendimin tim e parasheh edhe një diçka që nuk e përmendëm këtu në objektivat e saj, është edhe hartimi i Komisionit Presidencial. Që është dhe nga nuk e di kjo ka ardhur si në fund sepse gjatë procesit zhvillimit të drejtësisë tranzicionale me një fazë të caktuar zyra presidencës Kosovës është tërheq nga pjesa që e ka pas mbi si më thon si trashëgimi e komisionit paraprak për të vërtetën dhe pajtim e iniciativës të vitit 2018. Pastaj ka ardhur deri në fund me një komision presidencial që ne jemi takuar disa herë. Ai aktivitet i ka ndërmarrë disa masa vepruese, që kanë qenë parapon me strategji, hartimi i një grupi, hartimi i statutit e kështu me radhë, mirë po ai statut ka pas shumë kritika, dhe tash është me një fazë kur nuk dihet, kur nuk është shumë e qartë se çysh do të veprohet. Çysh do të veprohet tutje me atë komision. Do të isha nal pak edhe te pjesa e konsultimeve që e përmendi Bakiu, është shumë e rëndësishme edhe është shumë që gjitha grupet po mendoj të konsultohen. Na për shembull kem target grupin ton më special. Nuk është ti mundesh në ambient, qoftë në ambient të hapur ose në mënyrë të hapur me konsultu. Po, në vende publike më shumë me diskutim për strategjinë e kështu me radhë. Mirë, po na i kemi realizuar dikon 36 aktivitete me to 36 biseda ku nevojat dhe interesat e tyre janë transformuar pastaj në objektiv të kësaj strategjie e që në fakt është objektiva e tretë. Ndërsa te gjithë përfshirja që e përmenda, që u përmend disa herë, gjithë përfshirja nuk është vetëm në raport me sa institucione po marrin pjesë ose sa mirë po sa grupet viktimave interesat e tyre janë gjithë përfshirë edhe paraqiten në atë dokument strategjik. Unë e di, po kjo është shumë e rëndësishme, unë e di që Bakiu edhe ekipi i tij e Integra kështu me radhë kanë realizuar me grupet minoritare, shumë takime, shumë biseda, mirë po çka po duam të thonë? Po duam të thonë që sepse ky është një diskutim edhe me një platformë tjetër në Civicos që e kem pas në përgjithësi për konsultimet publike, nuk ka qenë veçantë tema për drejtësinë tranzicionale. Realizimi i konsultimeve nuk është qëllim vetvete. Kupton, nuk është rezultat pse realizon konsultimin. Rezultat ose impakt që i themi ne këtë gjuhën e shoqërisë civile është kur sa prej jo vretjeve, po sugjerimeve, rekomandimeve merren parasysh që Kjo është problem këtu në përgjithësi jo këtë rast, se shpesh ka diskutime për shkakun në Kosovë kur kërkohen rekomandimet, por pastaj ato nuk përfshihen në strategji. Nuk po flas për rastin nga rast, po flas për temat ndryshme që ndodhen në edhe këtu, për shembull, na si shoqëri civile nuk e dim asnjëherë që çfarë është rekomanduar ose çfarë është marrë. Çka kanë thonë diçka, sepse Bakiu e din shumë mirë që ky ka qenë një debat shumë i madh gjithë përfshirja, edhe kur
Folet gjithë përfshirja, dihet gjithë përfshirja e kujt. Do ta pyesim Bakin tash. Është edhe një pjesë e rëndësishme mbi implementim edhe bashkëpunim, por nëse do të kemi mundësi të implementimi edhe te zbatimi po duhet te pjesa e fundit, interesant, jashtëzakonisht mirë, po vjen na shkon 40 minuta të shpejt, kjo pi bën që tema interesant për faktin që diskutuam e nisëm te pjesa e parë te strategjia, të rëndësia, të shtyllat e para, roli me organizatat dhe me gjithë përfshirjen, por mbi të gjitha pastaj dulim te pjesa e zbatimit që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Zoti Svirca, si udhëheqës i divizionit për drejtësi tranzicionale në Ministrinë e Drejtësisë, pra u diskutuan shumë çështje këtu prej idesë kur ka nis ajo që është gjithëpërfshirje, ballafaqimi të kaluamën, vitet, shtyllat. Edhe dulim te zbatimi strategjia. Tash këtu 4 shtyllat që ju i keni në strategji, te gjithë përfshirja, te diskutimet. Edhe tu e morë parasysh vitin e parë, një vit e diçka që ka shku nga qershori vitit kaluar, tash jemi në tetor. Si ka shku ky proces i parë dhe ku keni pa ju, hajde le të themi, nashta ato sfida, pengesa, po përsëris edhe një herë. Spari do të më unal tek çështja e zbatimit. Te zbatimi përveç pjesës procedurale që kemi në administrative, që është në rregull që duhet të raportojmë, në fillim vitit të ardhshëm do dalim me një raport. Për pjesën e parë. Për pjesën e zbatimit, për këtë sepse ne kemi filluar në shmeratun qershor, me po pjesa e parë na ka shkuar me përgatitje me a ka pengesa institucionale, çfarë po du të thonë? Jo pengesa institucionale, po a është diçka e varur nga le të themi këto problemet politike ku vendet qeveria, apo nuk ka te çështja e legjislacionit, sepse strategjia ka tek plani veprimit ka aktivitete në zbatim me të strategjisë ka disa fusha. Këtu vonesat që mujnë me dalë, po që nuk kanë dalë në rastin konkret, sepse ne është faza procedurale derisa të kemi konsultimin e institucioneve legislative. Ne kemi një strukturë të tonë legislacioni ose ligjeve që duhet ndryshim plotësim duhet me bën në raport me zbatimin e strategjisë. Pra ka elemente që duhet marrë nga kuvendi. Po nuk kemi shkuar ende te kuvendi sepse ka qenë pjesa procedurale. Ne pjesën procedurale kur fillon ndryshimi i plotësimi i ligjit kemi procedurat e eksakte të ndryshim plotësimi i ligjit, ku është pjesa domethënë e hartimit të koncept dokumentit etj. Dhe tash na jemi në fazën e hartimit të koncept dokumenteve në raport me ndryshim plotësimin e legislacionit. Kështu që ende nuk kemi ardhur për më shku legjislacionin në kuvend që pastaj të miratohet etj. Po ajo që deshna me thonë është sepse që tek zbatimi i strategjisë, përveç pjesës legislative, ne kemi edhe konsolidimin institucional të disa institucioneve etj. Ndryshim plotësimin e mandateve të tyre në raport me veprimet që ata i kanë, po kemi edhe ndërtim kapacitetash në gjitha strukturat institucionale në 3 pushtetet e shtetit. E përmeni me të çështja e ndërtimit të kapaciteteve ose ndihmën në ndërtim kapacitet në drejtësi. Edhe strategjia përveç kësaj që tha ka edhe elemente tjera. Për shembull tash ne jemi tu zhvilluar një kurrikul përbashkë me Akademinë e Drejtësisë, e cila do t'i shërbej Akademisë së Drejtësisë në ndërtim kapacitetet të gjyqtarët, prokurorët dhe të stafin mbështetës. Kjo është një procedurë e cila kërkon timingun e vet ose kohën e vet. Në anën tjetër na jemi duke u zhvilluar një kurrikul tjetër trajnimi për Institutin për Administratë Publike. Okej. Pastaj kemi veprime tjera që orientohen në institucionet e në raport me përgjegjësitë që kanë ato institucionale. U përmend këto Instituti i Shëndetit Publik, i cili aktivitetin që të e zhvillu derivon nga përgjegjësia nga strategjia. Pastaj institucione tjera etj. Që do të thotë strategjia është komplekse, është shumë institucional, multi-institucional në raport me përgjegjësitë në zbatim, po edhe është gjithë përfshirë në raport me shpërndarjen e përgjegjësisë për me u zbatu strategjia. Pra ka aktor të ndryshëm të cilët duhet me kryer secili pjesën e vet. Tani divizioni i cili nuk përfaqësoj në këtë rast. Përveç pjesës që monitoron zbatimin e strategjisë, rolin dhe koordinues. Që është shumë e rëndësishme në zbatimin e këtyre strategjive multisektoriale. Pra edhe koordinues edhe monitorues. Një nuk kisha thonë mbikëqyrës, po monitorues, sepse mbikëqyrja bëhet nga qeveria, sepse është strategji që është miratuar në qeveri. Në raport me veprimet e shoqërisë civile, u shtru këtu një çështje me të drejtë. Nuk është shumë e rëndësishme
përveç që është e rëndësishme në parim, po nuk është shumë e rëndësishme pjesëmarrja sa është e rëndësishme dëgjimi ose dëgjesa ose marrja e rekomandimeve që jipen në këto. Unë mund t'jap një informacion kështu të konfirmuar. Në këto konsultimet publike ne kemi marrë ndikon rreth e kam raportin nuk e solla me vete, ka diku rreth 400 disa rekomandime, komente e tjerë. Nga këto na kemi marrë përmi 313 rekomandime dhe komente, të cilat janë pjesë janë hyrë drejt për drejt strategji. Pastaj ka të tjera që janë marrë pjesërisht për arsye objektive, institucionale, ligjore e tjera, dhe ka të tjera që kanë qenë nonsens që s'ke mujtë as me integru. Po ideja është që strategjia është dokument dinamik, nuk është statik. Okay. Dhe nuk mund thuhet që shteti i Kosovës ka përfunduar përgjegjësitë e tija në raport me procesin për drejtësi nacionale me miratimin e strategjisë. Kështu që desha ta me këto, pozicioni shoqërisë civile edhe institucione në raport me zbatimin me ndërtimin e procesit dhe zhvillimin e procesit mbetet konstant, mbetet permanent. Prandaj këtu do të ketë shumë mundësi që si pjesë e këtij dinamizmi të procesit të vazhdohet me komunikim dhe bashkëpunim edhe me shoqërinë civile dhe me aktorët e tjerë që janë të interesuar në procesin e drejtësisë nacionale. Po, bashkëpunimi në implementim në gjitha fazat, por sidomos edhe në implementim është shumë e rëndësishme. Unë munova me i sjell disa shembuj praktik se si qendra jonë bashkëpunon format ndryshme me institucione të ndryshme që në fakt me ose pa strategji ne do ta bënim. Për shembull, vitin e kaluar ne kemi ndërtu ose e kemi aftësuar një që e quajmë safe room brenda gjykatës themelore në Prishtinë. Kjo është punë e shoqërisë civile. Ndoshta me lënë vetë gjykatën, ishte me vite, procedura me përfunduar. Çka po do të thonë që ne brenda një jave e kemi funksionalizuar një dhomë që i dedikohet si safe room për nga ku viktimat, dëshmitarë mund ta japin dëshminë e tyre, nëse nuk ndihen mirë, aty ka kushte edhe që të pushojnë dhe ta marrin veten për ta vazhduar dëshminë e tyre, pastaj mund t'i japin. E kemi mundsuar edhe me video dëshmi me dhon, nëse nuk dojnë me u ballafaqu drejt për drejt. Pra, lehtësira për me mujt me pas efekt. Kjo është mënyra se si ti e ndikon sistemin, sepse ajo nuk është ekskluzivisht veç për neve. Çdo grup i ndjeshëm të ardhmen mund ta shfrytëzojë ato. Për shembull, fëmijët në 18 vjet viktima të dhunës seksuale kështu me radhë. Pastaj viktimat e dhunës familje të ndryshme, do thotë ky jo presioni, po presioni në implementim, edhe sepse ne kemi target grupin e ngushtë, ndoshta institucionet kanë më gjon edhe kanë më problem. Mirë, por ne kemi shumë më specifik. Ne kemi më specifik edhe intervenimi ynë është më specifik. Kur jemi të fundi, po ripërsëris edhe një herë diskutimi për strategjinë nacionale për ballafaqje me të kaluamën, diskutuam për shtyllat, për gjithëpërfshirjen, për fushëveprimtarinë, për shtyllat kryesore, për vitin e parë, po e nisim me jo te pjesa e fundit zoti Musaj. Për fund, si sheni që të shkoj kjo strategji të zbatimi dhe e diskutuat edhe rolin e OIQ-ve edhe të mediave edhe diskutimet, por për me pas efekt më të madh, po besoj si shoqëni na duhet me shty përpara më shumë, e sidomos në zbatim ku ka gjithëpërfshirje, pra ku ka institucione përkatëse të cilat duhet me kry punën e vet. Fillimisht strategjia për drejtësi tranzicionale në fundit ne s'duhet me harru që është strategji. Çka po du me thonë është që strategjit nuk janë dokumente obliguese. Dhe kjo varet shumë po kemi marrë obligime edhe me këto. Po ligjërisht nuk janë dokument obligues. Çka po du me thonë është që varet shumë nga vullneti e atyre që janë caktuar, besoj pak ju e din dash kush janë përgjegjës në përse po unë për publikun po them, ata që kanë me zbatu. Ata që kanë me zbatu në praktik. Nga e kalumja e dim që shpesh herë në për këto farë takimet që i përmendat ma hershëm strategjisë për drejtësi tranzicionale janë ndrru personat, institucionet caktume kanë ndrru personat, shpëtuman që nuk ka pas një vazhdimsi.
është mirë që të ketë një kontinuitet. Kjo i bie që të edhe rrim në edhe në implementim. mediat edhe jo si shoqëni mediat, civile, pak të rrim ma kësaj teme dhe kësaj strategjie të rrina pak më gati. Shumë pjesë që janë strategjisë për drejtësi tranzicionale, shoqëria civile në përgjithësi, mirë po në veçanti po flas për qendrën kosovare për rehabilitim mbijetuar të torturës që përfaqësoj, neve që i kemi ato planet punës tona. Mirë po tham, ma mirë dhe ma drejt bëhet kur bëhet bashkërisht. Atë për fund, zote Bake, roli bjen mbi institucionet absolutisht të zbatimi, secili ka pjesën e vet, ajo që e thatë jo edhe te jo mbikëqyrje, po pitojmë te zbatimi planit më mirë, viti par ka shku, vite tjera po besoj gjithashtu do të ketë përgjithësi sa i përket zbatimit të kësaj? Spari strategjia thash është hartuar përmes një procesi konsultimit publik, po ky konsultim ka qenë edhe përmes brenda institucioneve. Shumica aktivitete, mos them gati 100% aktivitete të planifikuar në plan veprimit kanë dalë si rezultat i obligimeve që institucionet i kanë parapo ose i kanë paraqit për veti. Absolutisht që është përgjegjësi institucionale zbatimi strategjisë dhe e them me përgjegjësi që strategjia ka filluar zbatohet. E thash pak më herët, na kemi të struktura ligjore një sëri të ligjeve që janë në procedurë të ndryshim plotësimi si rezultati nevojave që kanë derivuar prej strategjisë, po në anën tjetër na kemi pa që në përmes strategjisë normal të krijojmë edhe disa elemente të veprimeve që në përgjegjësi institucionale. E para është koordinimi institucional. Që është tepër rëndësishëm në zbatimin e kësaj lloj strategjie. Për shembull, tek parimi i parë të drejta për të vërtetën, na kemi një strukturë tonë të institucioneve që luajnë rolin e hulumtimeve sen, po s'ka koordinim dhe koordinim institucional. Kështu që tash jemi të kriju mekanizma koordinues në raport me zbatimin e përgjegjësive në këtë fushë. Tek qasja drejtësi, që e tham pak më herët, u përmend kjo dhoma miqësore që e përmendi kjo, po ajo që është shumë e rëndësishme te çështja e qasjes së drejtësisë, sidomos për kategoritë e viktimave, është vlerësimi ose empatia që duhet të ngritet në raport me viktimat kur afrohen tek institucionet e drejtësisë. Në këtë kuadër, nuk është e rëndësishme se drejtësia nuk është vetëm formale në konceptin e drejtësisë transicionale. Nuk do duhet të mbetej ashtu. Po është drejtësi domosht shoqërore dhe drejtësi për viktimat. Kështu që empatia për viktimat është shumë e rëndësishme në raport me drejtësinë. Një ndërhyrje të shkurt pikërisht për këto Bake që prej 2018-s ofrojmë trajnime edhe me protokoll. E ke mundësu që viktimat e dhunës seksuale kur të intervistohen prej policisë hetuese edhe prej prokurorit për herë të parë intervistohen në zyre të OJQ-s. Pikërisht për shkak që me pas këtë farë qasjen miqësore ndaj tyre edhe me kriju. Që është edhe një prej shtytjeve që derivon edhe nga strategjia se mbas diskutimeve që kemi pas na e kemi identifikuar. Nuk du me i detaje për shkak se ka shumë detaje, po të vazhdojmë vetëm edhe një çështje deshta ta them tek parimi i 4 te drejta e garantimit të mos përsëritjet. Shpesher e keq interpretohet kjo çështja e reformimit institucional. Ne kemi fatin që Kosova ka dalë nga një proces i shtetformimit përmes mekanizmave ndërkombëtar, përmes raporteve etj, përmes shtytjes ndërkombëtare, ku dhe standardet e reformimit kanë qenë të larta. Mirë, ajo që na mbetet na te shtylla e 4 është edhe çështja e integrimit të trive dhe të iniciativave edhe në media, edhe në kulturë, edhe në art e tjerë që reformimi institucional të bëhet pjesë e diskursit tonë publik. Kështu që këto elementet i ka strategjia si tilla dhe mbi që të bazë jemi duke monitoru zbatimin e strategjisë dhe dera është e hapur për shoqërinë civile. Shumë mirë. Po besoj nuk ka më mirë se me përfundu me këtë lloj mesazhi që roli i OJQ-ve, gjithëpërfshirja, bashkëpunimi është shumë e rëndësishëm në zbatimin e kësaj strategjie. Është vetëm viti i parë më shumë se një vit e diçka, por shpresojmë që do të ketë interesim edhe më të madh për diskutime, për me pas që është zbatimi, cilat janë idetë, çfarë mund të bëhet më shumë. Unë ju falenderoj shumë zoti Musa dhe zoti Sfirca për këtë diskutim për drejtësinë, për strategjinë e drejtësisë tranzicionale në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket diskutimit për strategjinë e Kosovës për ballafaqim me të kaluarën, shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.